Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që ndodhet në paraburgim në Hag, nuk do të mund të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të atit. Kjo ju pamundësua nga gjykata speciale, që nuk i dha lejet përkohshme për t'i dhënë lamtomirën e fundit të atit. Haxhi Thaçi, pas një sëmundje, u nda nga jeta më 17 mars e do të prehet në buroj këtë të martë. Organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s këtë vendime kanë cilësuar si shkelje të drejtave të njerëzit dhe kanë kërkuar reagim nga institucionet ndërkombëtare. Organizatat e të drejtave të njerëzit dhe institucionet e faktorit politik në Kosovë dhe Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, e ka quajtur të padrejtë dhe të papranueshëm refuzimin e kërkesës nga dhomat e specializuara. Ajo që po ndodh sot nuk ka lidhje me drejtësinë, por me diskriminimin, nuk është ligj, por arbitraritet, ka thënë Krasniqi. Ndërkohë, Ministrja e Drejtësisë në Kosovë, Albulena Axhiu, ka nisur një letër në drejtim të gjykatës speciale ku kërkon të rishqyrtohet vendimi në mënyrë që të mos shkelen të drejtat e Hashim Thaçit. Kundër refuzimit kërkesës së ish-presidentit Hashim Thaçi nga dhomat e specializuara, ka dalë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, një turp i ri nga një tribunal i turpshëm dhe i paturpshëm, i cili e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejtat demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e mirë të Parlamentit të Kosovës në bumerangun më brutal. Të reagim të Ramës në rrjetet sociale e ka shpërndarë edhe Richard Grenell, i dërguari për misionet posaçme i presidentit amerikan Donald Trump. Hashim Thaçi më 13 mars me lejet përkohshme vizitoi të atin në spital. Ai ndodhet në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020 nën akuzën për krime lufte dhe së fundmi edhe për pengim të drejtësisë.